Vijon në gjykatën e posaçme gjyqi për atentatin e 1 nëntorit 2019 në mbikalimin e Shkozetit kundër ish prokurorit Arjan Doja, i cili në automjet ishte i shoqëruar me rrumin e Shijakut dhe shofer Andi Malokun, i cili mbeti viktime kësaj ngjarje. Të pandehur në gjyq për këtë çështje janë Plaure Ndervishaj dhe Julian Meçe, ndërsa Redian Raja është dënuar për jetë po për të njëjtën ngjarje. Në gjykat ka dëshmuar edhe Beqir Broja, një pajtues gjaqesh, i cili ka negociuar pajtimin e gjaqeve mes familjes Raja dhe Maloku. Aslan Raja, babai i Redian Rajës, ka telefonuar Beqir Brojan për t'i kërkuar babait të viktimës, Genci Malokut, të mos merrte hak të paktën deri kur të vendoste drejtësia. Beqir Broja tregon se i ka shkuar për herë të parë Genci Malokut në shtëpi dhe ky i fundit sipas zakonit i ka thënë se ka në afat 3 muaj. Aslan Raja ka kërkuar edhe 3 muaj të tjerë pasi pas ngjarjes nuk ka arritur të marrë kontakt me djalin e tij. Në 2019 kam jetuar në Kamës. Kam qenë kryetari i Këshillit të Komunës Zallher. Unë jam angazhuar me Komisionin e Pajtimit të Gjaqeve. Aslan Raja më ka kërkuar që të negocioj me familjen e Genc Malokut. Ai më kërkoi që të negocioj për të birin Redian Raja. I kam kërkuar familjes Raja nëse kanë lidhje me këtë ngjarje, ata kanë bërë be në Kur'an që ne nuk kemi asnjë lloj dieni për vrasjen e Andi Malokut. Kemi pritur Genci Malokun se ai nuk gjendej në shtëpi. I thash që na ka dërguar familja e Aslan Rajës. Genc Maloku na tha sipas rregullit shqiptar, keni afat 3 muaj që të shohim si do shkojë gjithë gjëja. Më pas ka pasur edhe një takim të dytë. Genci theksonte se djali ishte vrarë i pafajshëm në rrugë. Ne i kërkuam që të priste sa të fliste drejtësia, pasi Aslani nuk ishte mundur të lidhej me djalin që të merrte informacion. Do vazhdoj të kërkoj të drejtën tjetër. Ne i kërkuam sërish afat 3 muaj, nuk e pranoi këtë dhe caktua më pas. Ky ka qenë takimi i fundit, më pas nuk jemi takuar më. Nuk i njoh të pandehurit në sallë. Genci Maloku na dha garanci që për 3 muaj nuk do të merrte hak, tregoi Beqir Broja, pajtuesi i gjaqeve në sallën e gjyqit.